kishte një shkrim të gjatë The Guardian, edhe citonte dhe Kushnerin. Ajo që mua më bëri përshtypje, ishte një gjë se po të shikosh ti Edi Ramën, kryeministrin, disa hotelier vlonjat që i servilosen, thonë, po në rriten çmimet, se thonë, e keni hotelin përballë hotelit të dhëndrit Trumpin. Në fakt është tjetra, e di që thoshte Kushneri, bëhe pyetjen, ore, shqiptarët do kenë mundësin ta shkelin ishullin e tyre? Mund të lëm në një rrugë për hiking, thoshte, po do jetë e vështirë. Pra, do jetë zonë ekskluzive. Populli shqiptar do të zhvishet nga një pasuri që ka qenë e tia. Ndodh kjo, Këtë duhet të jo, kjo nuk ndodh. Shën Stefani, për Kjo ndodh si në Shën Stefan. Nuk ndodh. Në vend ose tholli po. Dhe kjo po ndodh, edhe po të shikosh, pra po ta shohim në një plan më të gjerë. Ti ku do që kthen televizorin, sot të vjen për të vjell me Maldivet e Evropës, mrekullia e Shqipërisë turistike. Çka ndodhur me mrekullinë e Shqipërisë turistike? Ka 2 vjet që të gjitha anketat tregojnë që 50% e shqiptarëve nuk bëjnë dot një javë pushime në verë, sepse ky bumi turistik ka rritur çmimet dhe popullsinë vendese e ka zhveshur nga drejta për të pushuar në breg detit. Unë nuk jam njeri që po vdes për bukë, besoj, e din. Sigurisht. Por unë ama kam 3 vjet që nuk pothuajse nuk kam shkelur as në ndërmi, as në jalë, sepse çmimet edhe për njeri të shtresës mesme janë bërë të papërballueshme. Pra, para se të flasim i qanën politike, se ky është investim politik, po para se të flasim për bumin turistik, është një bum turistik që po na pasuron, po e bën jetën tonë më të mirë, po e bën aksesi në pasurit tona natyrore më të pranueshëm, apo po na varfëron dhe po i kthen shqiptarët në sklevër të projekteve të Trumpit dhe të një qeverie që tashmë e ka fare hapur, që është thjesht qeveri e të pasurve, që nuk punon për shumicën e shqiptarëve, po punon për një grusht të pasurisht. Problemi më i madh është te lloji i modelit ekonomik të zhvillimit që ka Shqipëria. Se do të futim dhe Adriana, nëse i beti Kevi. Qofse në 12 vjet ne Rama për shkak të qëndrimit gjatë pushtet ka dhe përgjegjësinë më të madhe për modelin ekonomik të zhvillimit. Në shkrimin e The Guardian kishte një moment cilin ministria fliste për turizmin masiv, i cili sillte vështirësh dhe ndoti. Andi përmendi me drejt çështjen që nuk ka plazhe për të varfrit, pra domethënë po zvoglohet gjithmonë shumë hapësira për të varfrit. Pra, përmenda këto 2 element për të ilustruar kritikën time ndaj modelit ekonomik të zhvillimit. Pra çfarë lloj turizmi do lejohet? I përzierë, nëse mundemi të bëjmë një gjë vërtet shumë të rëndësishme, le të jetë edhe ndër Trumpit. Jo, prit, pra. Po ne do themi pse nuk flasin këta. Nëse mund të bëjmë një kritik, unë mendoj që kritika blen për gjithë sistemin tonë ekonomik. Dhe për modelin e turizmit që është. Për shkak kontekstit. Prit, tani kur shkon puna te investitor strategjik, në momentin kur ne kemi lejuar lloj investitor strategjik, një investitor kaq cilësor është dobi për ne. Dhe këtu mendoj që Klodi kufizohet në në aplikimin e gjithë aftësive të veta për të analizuar efektet. Efektet pozitive nuk janë thjesht dhe vetëm ato që u përmendën. Unë mendoj që janë më shumë, por gjithsesi janë efektet edhe në imazh. Efektet në imazh ndoshta nuk kuantifikohen dot në pikpamje kështu matematike në mënyrë të drejtë për drejtë. Së dyti, në momentin kur ne nuk kemi termat e kontratës, janë duke negociuar, s'mund ta paragjykojmë që pa lindur këtë model. Së treti, edhe vendet fuqishme ku ta gjejnë që ndërtojnë një lloj mblesërie të tillë që është politiko-ekonomike, si kjo me familjen e dhëndrit presidentit Trump. Për t'u përmendur, Trumpi vetë vizitoi të vendet arabe, që ishte një shkelje e ritualit të vizitat të presidentit amerikan, i cili zakonisht shkonte në Evropë, nuk shkonte në Arabi Saudite, në Katar, në Emirate, para se të shkonte në Evropë. Dhe u kthye me marrëveshje investimi që shkon $1 trilion. Dhe ky ishte, Jared Kushner ishte ndërmjetësi këtyre investimeve. Pra, nëse Amerika e përdor pa kurfar kompleksi
një familjar të presidentit për të thithur investimet cilat janë private, por ama përfiton gjithë ekonomia amerikane, nuk shoh se pse një vend ka që i parën si shëmsion. Dhe për të mënë diçka, se ishte një shkrim nga gjithë shkrimet serioze që janë bërë për këtë investim, Genz Burimi, cili është kritik i qeverisë së Rama, përmend të shikoj se Xharet Kushner është dikush që ka afinitet, ajo firma që është Affinity, kompania e tij, po edhe me Soros, pra ka një lloj lidhje të majtëve me të. Dhe, po, unë duhet të përmend... Ne kemi mbi një vit që flasim për këtë çështje dhe ende jemi thjesht në kuadrin e projektit. Pra, nuk kemi asnjë gjë përveç dokumentit që ka përpiluar Kryeministria, se si duhet bën negociatat dhe kush duhet i bëjë negociatat, nuk kemi detajet tjera të projektit. Dim thjesht që një kompani me një fond arab, 1.4 miliardë euro, do investojnë në Sazan. Sazani ka qenë jetë mot një ishull gjysmë bazë ushtarake dhe më pas është lënë i shkret. Dakor, gjithmonë është dashur të investohet atje dhe nuk merrte njëri guximin të investonte. Edhe duhen shumë para me të drejtën. Nga kjo pikpamje, domethënë nuk besoj se ka pasur shumë interes që të hapë një garë dhe kush fitonte garën të investonte. Tani, ne flasim në një moment kur ligji për investimet strategjike na ka parë edhe atë të Durrësit dhe për ato u bë një debat i madh përsa i përket transparencës dhe u detyru dhe qeveria të jepte llogari dhe në fund shifrat dolën ashtu siç pretendonte opozita. Në këtë rast, ende nuk kemi një debat. Nuk kemi një debat për interesa politike të opozitës, është çështje e tyre. Por publiku do duhet të informohet se sa kushton ky projekt, sa jep shteti shqiptar dhe sa merr në këmbim. Nëse në këmbim ne bëjmë një paralele me atë hetimin që donte të bënte opozita për avionin charter të kryeministrit, në llogaritë e tij ishte që paguante shumë më pak se kryeministrat e mëparshëm, por jepte publicitet kompanisë Air Albania. Edhe në këtë rast e njëjta logjik po përdoret. Pra do ketë marketing Shqipëria nga vala e turizmit të milionerëve. Por në rast se ishulli do jetë i paksesueshëm, ata do vinë me helikopter atje, do harxojnë parat brenda një rrethi të ngushtë dhe nuk do paguajnë as taksa në Shqipëri, atëherë këtu duhet parë se sa vlen ky investim. Sepse këtu investime strategjike ne kemi parë edhe me plumb gjokën. Po sot po diskutonim për dënimin e tij. Kemi pa investim strategjik edhe për Olta Xhaçkën me bashkëshortin. Por në të dyja rastet ka qenë prona falsifikuara. Kemi parë investime strategjike në gjithë vijën bregdetare nga kompanitë panjohura që kanë marrë pasuri publike dhe e shfrytëzojnë për interesat e tyre personale. Kemi shumë pak 2 ose 3 me gishtat e dorës numërohen investimet mirëfillta strategjike me kompanitë huaja. Kështu që gjithë debati është sa transparent do jetë kjo aferë dhe çfarë do fitoj publiku shqiptar, populli shqiptar në avans me këtë. Nëse nuk kemi një bilans të tillë, atëherë shkoj që vazhdojmë këtë debat.